Policia e Tiranës ka finalizuar hetimet paraprake për plagosjen e regjistruar mbrëmjen e së hënës në rrugën Frosina Plaku, ku ka identifikuar dhe arrestuar 3 nga personat e dyshuar të përfshirë në konflikt. Në pranga ka rënë Luciano Nurçia, Albert Lika dhe Enea Kurti, të cilët akuzohen për veprën penale plagosje rënë me dashje. Sipas hetimeve, konflikti ka ndodhur në hyrje të parkimit të një pallati, ku 5 persona janë përfshirë fillimisht në një përplasje fizike. Gjatë sherrit janë përdorur sende të forta, ndërsa njëri prej pjesëmarrësve dyshohet se ka goditur me mjet prerës. Si pasojë e konfliktit, një 33 vjeçar mbeti plagosur dhe u transportua në spital, ku vijon të marrë ndihmë mjekësore. Ndaj tij është nisur procedim penal në gjendje të lirë për përfshirje në ngjarje. Në vijim të veprimeve hetimore, policia ka shpadhur në kërkesë edhe një 17 vjeçar, i cili dyshohet si pjesëmarrës në konflikt. Ai akuzohet për plagosje të rënë me dashje, kryer në bashkëpunim si dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta. Grupi hetimor po vijon punën për lokalizimin dhe arrestimin e të miturve, ndërsa materialet proceduriale janë referuar prokurorisë për vijimin e hetimeve dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.